Malezi duhet të ndërmarrë hapa për të frenuar kostot dhe për të rritur të ardhurat në mënyrë që të përballet me deficitin buxhetor që po zgjerohet, njoftoi stafi i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Deficiti parashikohet të arrijë në 3.5 deri në 3.7% të prodhimit të brendshëm brut të këtë vit, nga 2.9% që ishte në vitin 2024. Pa masa të reja për të kufizuar shpenzimet dhe për të rritur të ardhurat, deficiti buxhetor pritet të vazhdojë rritjen graduale, duke kaluar mbi 4% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2030, thuhet në deklaratën e FMN-s. Për të arritur një buxhet primar të balancuar, autoritetet në Podgoricë duhet të kufizojnë rritjen e pagave në sektorin publik, të heqin përjashtimet tatimore jo efektive dhe të kursejnë të ardhurat që priten nga dhënia në koncesion e aeroporteve. Megjithatë, Fondi Monetar Ndërkombëtar parlemroi se pas 3 viteve të ardhshme, këto masa nuk do të jenë të mjaftueshme për të balancuar buxhetin. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, deri në vitin 2035, malet të zi do t'i duhen fonde shtesë në vlerën 5 deri në 6% të prodhimit të brendshëm bruto për të përballuar kostot që lidhen me plagjen e popullsisë, nevojat për mbrojtje dhe ndryshimet klimatike. Për të mbledhur këto fonde do të nevojiten reforma më të thella fiskale, si reforma në administratën publike, lidhja e moshës së daljes në pension me gjatësinë, përmirësimi i efikasitetit në shpenzimet për shëndetësi, si dhe prioritizimi i projekteve publike në bazë të përfitimeve ekonomike dhe sociale. Fondi Monetar Ndërkombëtar njoftoi se rritja ekonomike e malit të zi parashikohet të jetë 3.2% këtë vit dhe pritet të mbetet në nivele të ngjashme gjatë periudhës 2026-2030. Inflacioni i përgjithshëm do të mbetet i lartë në 2025 me një mesatare mujore prej 4%, pasi u përshpejtua në 4.6% në gusht. Në periudhën afatmesme pritet të shfaqet shenja ngadalësimi drejt 2%. Ndërkohë, raporti i borxhet dhe prodhimit të brendshëm bruto